Ura është projektuar me gjatësi 65 metra dhe me gjerësi 22.5 metra. Gjerësia është kaq e madhe, 22.5 metra, me qenë se do t'jetë me 4 kursi, se cila prej tyre 3.5 metra dhe njëkohësisht në të dy anët do të ketë edhe trotuare. Projekti përfshin ndërtimin e 2 rreth rrotullimeve, sillet një segmenti rrugor me gjatësi 500 metra, me 4 kursi nga 3.5 metra secila dhe trotuare me gjerësi prej 2.2 metra. Në kuadër të projektit është parapar edhe rehabilitimi i shtratit të lumit Ibër në një gjatësi prej 525 metrave dhe gjerësi prej 47 metra. Qëllimi është mbrojtja e mjedisit, rëndësia e posaçme i është kushtuar ndriçimit adekuat dhe modern. Janë parapar shtylla ndriçuese përgjatë urës, trotuareve dhe hapësirave përreth lumit. Sa i përket surisë së punimeve, po zhvillohen sipas planit dinamik dhe nëse vazhdon ky ritëm që po e shohim, atëherë do të mund ta inaugurojmë përmbylljen e punimeve si vjet, pra ka fundi i 2026-s. Pra si që tha kryeministri, është një urë që ofron siguri. Ne si Ministri e Infrastrukturës jemi në bashkëpunim të ngushtë me organet e sigurisë të rendit dhe kjo është ura e tretë që po bëhet me qeverisjen Kurti, që tregon që ne jemi të gatshëm të ofrojmë organeve të sigurisë të rendit çosi sa më shpejt dhe më të lehtë në të dy anët e Ibrit. Përveç kësaj ofron edhe shërbime për qytetarët, për bizneset dhe sigurisht që kjo do të arrijë edhe vlerën e kësaj hapësire ku do të ketë edhe ndërtime për edhe bizneset që do të zhvillohen. Unë